Disa orë para protestës së studentëve, kryeministri Mickovski u takua me bashkëkryetarët e Vlenit Izet Mexhitin dhe Bilal Kasamin. Sipas njoftimit të qeverisë, në takim është biseduar për kërkesën e studentëve shqiptar, që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga ekzekutivi theksuan se po punohet për gjetjen e zgjidhjeve në përputhje me kushtetutën dhe ligjet për përdorimin e gjuhëve. Mickovski, Mexhiti dhe Kasami u pajtuan se arsimi dhe dijet përbëjnë themelin e çdo shteti modern dhe të suksesshëm. Prandaj, institucionet po punojnë aktivisht për gjetjen e zgjidhjeve që do të jenë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve, me qëllim të sigurimit të sigurisë juridike dhe funksionalitetit. Nga partia në pushtet Vlen kumtuan se atë që BDI nuk e zgjidhi për 2 dekada, ata po e zgjidhin me veprime konkrete, duke pohuar se provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe. Për dallim nga pushteti i kaluar, i cili për më shumë se 2 dekada e mbajti të pazgjidhur këtë çështje dhe e përdori vetëm për propagandë politike, Vlen po vepron me përgjegjësi dhe seriozitet institucional për të garantuar të drejtat e shqiptarëve në praktik. Vlen po dëshmon se çështjet e shqiptarëve nuk zgjidhen me deklarata boshe e as me improvizime politike, por me punë konkrete, institucionale dhe me zgjidhje të plota e të qëndrueshme. Nga BDI thonë se protesta për gjuhën shqipe është kauzë qytetare dhe jo partijake. Sipas tyre, gjuha shqipe nuk po ndalet vetëm tek provimi i jurisprudencës. Zëri i rinisë po ngritet për gjuhën shqipe të ndaluar nga shteti, për flamurin kombëtar të përdhosur nga shteti, për përfaqësimin shqiptar të sakatosur nga shteti, për ëndrrën evropiane të ndaluar nga shteti, për vullnetin kombëtar të ndërkëmbur nga shteti. Ata po protestojnë për të ardhmen e barabartë evropiane. Prandaj, zgjidhjet e juaja no pasaran, mjaft më, rinia e ka fjalën. Edhe parti tjera opozitare thonë se mos respektimi i gjuhës shqipe është shkelje e parimit bazë të marrëveshjes kornisë të orit të 2001-shit.